Një operacion i koduar Andromeda ka çuar në goditje një grupi që merrej me shpërndarjen e lëndëve narkotike në zonën e jugut. Aksioni i zhvilluar nga strukturat e policisë në Gjirokastër dhe Tepelen solli arrestimin e 10 personave dhe përcetimin penal të 3 të tjerëve, të dyshuar si pjesë e një aktiviteti të mirë organizuar kriminal. Në Prangaran, Mihal Lavdaniti, Klaidi Rondo, Doriana Likaj, Meteo Rondo, Alsit Sani, Armand Majko, Arben Puleri, Mikel Novi, si dhe të Frim Rondo dhe Giuliano Guma. Ata dyshohen se bashkëpunonin për shitjen e kokainës dhe kanabisit në disa lagje të Gjirokastrës, duke operuar prej kohësh në vëzhgimin e policisë dhe prokurorisë. Gjatë kontrolleve në banesë dhe ambiente të tjera, u sekuestrua 1 kilogram e 82 gram kokain, sasi kanabis e ndarë në doza e gatshme për tregtim, një armë gjahu, një pistolet sportive, thik, aparat metal kërkues, municion luftarak, 2 palë targa automjeti, 3.970 paketa cigare pa pull fiskale, 4.850 euro dhe 17 telefona celular që dyshohet se përdoreshin për komunikim të grupit. Hetimet po vujojnë për zbardhjen e plotë të aktivitetit, identifikimin e personave të tjerë të përfshirë dhe verifikimin e mundshmërisë së lidhjes me rrjetet të tjera të trafikut të drogës.